Shqipëria nuk përfiton asgjë këtu. Neve duhet të kemi një marrëdhënie serioze me Departamentin e Shtetit. Edi Rama do të thotë, pse nuk e takojnë zyrtarët e lartë amerikan? Pse Edi Rama nuk ka një marrëdhënie me Departamentin e Shtetit apo nuk ka një vizitë zyrtare atje? Këto janë detajet e rëndësishme që studiuesët Pa i shtrëngoj duart me Trumpin? Tani, tu është 1 minutë. Të gjithë nga 1 minutë i kanë dhënë dorën Trumpit, i ka thënë, unë jam Edi Rama që të kam dhënë 1 miliard euro për mjet Tony Blairit. Okej, faleminderit. Kaq. Jo, nuk ka dhënë para, ka thënë. Nuk ka dhënë ai, po nuk është. Unë mendoj, unë dyshoj që ka dhënë para pra. Pra, biseda shko, hello, Mr. President, $1 miliard ti kam kaluar për mjet Tony Blairit, po e banalizoj, ë? Pra kjo është e vërteta. Pra është një lobim i pastër për mjet Tony Blairit që Rama të shitet sikur ka mbështetjen e amerikanëve, nuk e ka. Nuk ka mbështetjen e europianëve këtu aktualisht. Por çfarë fati ka? Ka mbështetjen e Sali Berishës pra. Ky është fati tim më i madh. Për sa kohë që ndron Sali Berisha aty, për sa kohë kjo opozita futet në hulli që nuk di as vetë ku futet, ai do qëndrojë pushtet gjatë. Ne dim shumë mirë që sot ka opozita po bën kod që po proteston. Opozita po bën kod, jo opozita po bën kod. Që kërkon qeverinë teknike. Opozita po bën shumë mirë që po proteston. Por e ka pa objektiv të qartë. Qeveri teknike. Ka një gjë, sa mund të realizojnë përmjet këtyre protestave. Kur çdo ditë më pak njerëzit vinë dhe largohen, nuk shtohen për protestë opozitës. Për sa kohë opozita ka ngërçin aty. Zotri, nuk ka një bashkëpunim me asnjë aleat. Çfarë do thotë kjo? Nuk pranoj Sali Berishën kryetar pra. Ora unë jam njëri që e dua Sali Berishën. E kam mbështetur politikën që ka bërë deri dje. Por tani nuk mund ta duash në lëvizje alogjike një njeri. Ai mund të ketë pretendimet e veta pse voj bën këtë lëvizje, pse qëndron kryet PD-s. Unë uroj shumë fat, por nuk ka fat, nuk ka sukses, nuk ka rrugdalje. E ka thënë Jurikim, fatkeqësisht po shkojmë te shpreha e Jurikimit. Pra demokratët e thjesht po han bar, nuk po han bar drejtuesit. Drejtuesit po han tendra me Belinda Ballukun. Demokratët që kanë hipur makinës nga Kuksi, nga Peshkopia, nga Saranda, nga Vlora, nga Tepelena po han bar. Ata po han bar, sepse ata janë mëshirë të fatit, do vinë edhe sot do përplasen me policinë, do shkojnë në burg sot. Pse? Sepse 16.000 faqet e Belinda Ballukut duhen fshehur, nuk duhet dalin publik. Pse demokratët vinë aty sot, bën mish për top kurban, çfarë, ku di çojnë? Do ndërtojnë çadër, çfarë, do përplasen me muret e kryeministrisë. Zgjidhja është kjo. Me Kalister tha që nuk mundet të ketë një opozitë e cila është refraktare dhe e dhunshme, nuk mund pranohet. Kur ty nuk pranojnë këto organizma që ne i kërkojmë të kemi mbështetje. Ku do shkojë kjo opozitë? Çfarë i shërben një protestë pra? Si e prisni protestën e sotme, se jemi në fund dhe dua të pyes edhe çfarë është ky dokument që mbani në duar. Shiko, për mua protesta. Si e prisni sot protestën? Është përfshirë edhe grupi për dialog politik këtë herë, që do të thotë ka përfshirë shoqërinë civile, thirrjet e veta përpos atyre thirrjeve që bën vetë opozita. Protesta e opozitës sot është një thirrje që bën mirë që e organizon dhe i thret qytetarët, por nuk i jep rrugëzidhe fatit të saj politik. Do bëj 1 protestë, 2 protestë, 3 protestë, sepse protestë problemin nuk e kanë demokratët me aleatët, e ka Sali Berisha me aleatët. Dihet, po të largohet Sali Berisha, PD-ja vjen pushtet. Kjo është e vërteta. Këta demokratët e dinë këtë gjë. Prandaj një pjesë e mirë e demokratëve shkon mbështet Ervin Stalianin. Ora këta nuk kuptojnë një gjë sot, që Ervin Staliani është duke i marrë gjysmën e partisë. Jo se duan Ervin Stalianin, por e bëjnë për inat Sali Berishës. Unë pash faktor të rëndësishëm Berat, Fier, kudo ku ka qenë njerëz që kanë vota, që janë pas Ervin Stalianit. Pra këta skuptojnë një gjë. Këta më shumë po bëjnë protesta për i thënë Ervin Stalianit që jemi ne shumica. Por këta duan të harrojnë lëvizjen e Stalianit, të harrojnë dhe lëvizjen ndaj Ballukut. Prandaj bëjnë protesta, mendoj unë. Se nuk mund të bësh protestë kur ti nuk bën një protestë kundër Belinda Ballukut. Pse ti s'ke bërë protestë kundër Belinda Ballukut? Po për atë është. Po çfarë protestë është kjo? Kundër Belinda Ballukut, kundër një regjimi, kështu thot opozita. Opozita, unë e di çfarë thot, po do të ishte një revolt, nuk është revolt. Aty shkon dikush kur festojnë fëmijëve, neve festojmë ditëlindjet, e blejmë atë kallashin e fishekzjarëve dhe hedhin fishekzjarë. Pse hedhin fishekzjarë është opozita? Opozita e para njërë shikon vetveten, e ka problemin me veten. Ka njerëzit e gabuar në drejtim. Nuk ka organizim në terren, nuk ka më struktura, ka njerëz të zhgënjur. Tani më përmendë dokumentat. Ja të them unë çfarë ka bërë opozita. Atëherë, ku është kamera? Ky është një projekt ligj i propozuar nga një ish demokrate, Zamira Sinaj, drejtuese e lartë e Partisë Demokratike në Vlorë, që aktualisht është deputete e Partisë Socialiste, dhe këta e kanë marrur e përdor Edi Rama, se kështu i merr demokratët, dash sulun këta, i merr i përdor, edhe i përdor dhe i hedh kundër interesave të shqiptarëve. Zonja Zamira Sina, dhe për këtë duhet fliste opozita dhe nuk ka folur, propozon një ligj që thot oligarkët në këtë vend mund të marrin porte turistike pa që nevoja të bëjnë garë, ja propozimin ndaj Niko Peleshit. Pra të marrin tendera
të marrin porte turistike pa tender fare, pa u tenderuar, pa kaluar në garë. Ta marrin direkt. Pra, aktualisht është një shërbim që i bëhet oligarkëve në shërbimin të cilët do të investojnë në turizëm. Pra, kush ndërton vila, komplekset, marri dhe porte. Po këto porte ti marri pa garë. Dhe këtë kush pa bën? Një deputete një ish demokrate pra. Ja ka besuar Rama kësaj. Për këtë ligj nuk flet opozita. Pra, ku ti besojmë ne opozitës? Kur ti nuk përmend këtë ligj? Tani, kur ti është një projekt ligj, tani do t'jap edhe një tjetër që është më e rëndë akoma. Shiko çka kanë bërë. Po bëhet një ndryshim, është neni 143 i kodit penal pika A dhe pika A8. Ky është një dokument shumë i rëndësishëm. Ky ndryshim po bëhet që thot, aktualisht kodi neni 143 thot që të gjithë ata të cilët kanë abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian do të marrin dënimin e merituar, pra t'i them shkurt. Pra do shkojnë në burg. Aktualisht çfarë po bëjnë këta? Qeveria aktuale po ndryshon nenin dhe po thot që ata të cilët kanë vjedhur paratë e i pardit, Frida Krifca me shok, me oligarkët nuk e di kë ka pas, nuk mund të preket, nuk mund të shkojnë në burg. Pra do ta ndryshojnë ligjin që ligji mos jetë lehtësues, mos jetë dëshkues dhe mos të prek veprimet që ka kryer Frida Krifca para 2 vjetësh. Pra ndërkohë që sot fermerët janë duke u mbytur, që s'kan asnjë dëmshpërblim, ndërkohë që AZHBR-ja sot nuk po i jep atyre që kanë ndërtuar sera përmjet fondeve të AZHBR-s, nuk po i dërgon fondin që meritojnë, po i mban peng. Ndërkohë sot ata miratojnë dhe ligjin tjetër që Frida Krifca t'i gëzoj 80 milion euro që ka vjedhur nga fondet e i pardit. Që Frida Krifca t'i marrë t'i shijoj me vila, bëjet luksi, ndërkohë fermerët të lënë tokat e tyre dhe t'ikin nga Shqipëria. Ndërkohë fermerët në Berat, në Fier po përmbyten buz Semanit, asnjë dëmshpërblim, Frida Krifca t'i gëzoj 80 milion euro. Ky është ligji pra, me fjalë të thjeshta. Pra po bëj një ligj lehtësues për të ndëshkuar fermerët dhe për të lehtësuar ata që kanë vjedhur fondet e fermerëve. Sepse këtu është lista e gjatë. Ata që marrin fondet e i pardit janë banda kriminale. Janë njerëz të afërt politikës. Janë njerëz të afërt të çfarë do lloj stresi të opozitës, kujt duash ti. Pra ka qenë një mitmarrje e vjedhjeve të fondet e i pardit që do të shkonin për bujqësinë. Shkonin ndërtohen magazina që flen kukumjaçkat sot. Pra në zonën e Fierit ka magazina që nuk punojnë. Me 500.000 euro, 1 milion euro, ndërkohë që fermerët duken marrë 1 lek. Dhe ja pra ky është ligji. Por këtë duhet të flasë opozita, që nuk shkon takoj fermerët, që nuk shkojnë dalin terren. Këta i thonë, hajdeni ju, vrituni për ne aty, përleshuni me policinë, ndërkohë që ne të vjedhin para mbelin e Ballukut. Kjo është opozita. Jo zotëri, shko atje përleshu atje si Durrës. Përleshu atje, qëndro gjoj fermerët. Nuk ka shkuar kushti dëgjoj njerëz të fermerët. Ça halli kanë? Pse po përmbyten? Pse i ka lënë qeveria vetëm? Pse AZHBR-ja dhe Ardita Kuçi, e cila duhet shkojnë në burg për korrupsion, nuk i jep lek atyre që kërkojnë të marrin serat. Pra kanë ndërtuar sera, vinë më tregojnë njerëzit. Kanë ndërtuar sera me para borxh, me kredi në bank. Nuk alokohet fondi AZHBR-s. Pse nuk alokohet? Pse si japin? I mbajnë peng, duhet i marrin përqindje. Pra në këtë gram jemi, për këtë do të flasë opozita. Flasim ne. Unë do flas gjithkohon sa të kem ymbër dhe shpirt për të drejtën e shqiptarëve për sa akoma mbështesin. Faleminderit. Faleminderit.